Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e hënë, 13 korrik 2026. Ju faleminderit. Fillojmë me dashin. Dash, letra e tarotit për këtë të hënë, 3 shkopinjt. Kjo letër sjell një energji në një fillim të ri dhe një aventurë që mund të ndryshojë mënyrën se si e shikon të ardhmen. Letra 3 shkopinjt flet për zgjerim, plane të reja dhe hapa të guzimshëm drejt ëndrave tuaja. Mund të ndihesh pak i pasigurt për atë që pret përpara. Është normale të kesh pyetje në mendje, a është kjo zgjedhja e duhur, a do të ndikojë kjo në jetën time? A jam vërtet gati? Por kjo letër të kujton se nuk ke nevojë të kesh të gjitha përgjigjet përpara se të fillosh. Kjo e hënë 13 korrik, universi të nxit të besosh tek vetja dhe tek përvoja që ke fituar deri tani. Ti ke kaluar shumë sfida dhe ke mësuar të ecësh përpara, edhe kur rruga nuk është plotësisht e qartë. Një mundësi edhe të shfaqet përpara, një ide që mund të marrë formë ose një vendim që e ke shtyr mund të kërkojë më në fund veprim. Mos lejo frikën e spanjollës të ndalojë. Dash, ndonjëherë rritja kërkon të dalësh nga zona e rehatisë, por këtë sot nuk e pse të presësh momentin perfekt. Thjesht bëj hapin e parë, beso në rrugëtimin tënd, sepse ajo që po ndërton sot mund të të çojë drejt një të ardhmeje shumë më të madhe nga sa e imagjinon. Demi, letra e tarotit për ju Dem, mbretëresha e shpatave. Letra e sotme sjell një mesazh për komunikimin, sinqeritetin dhe guximin për të thënë të vërtetën Dem. Mbretëresha e shpatave simbolizon mençurinë, qartësinë mendore dhe aftësinë për të parë situata ashtu siç janë, pa u ndikuar nga emocionet e tepërta. Këtë të hënë mund të gjendesh në një situatë ku duhet të zhvillosh një bisedë të rëndësishme. Ndoshta ke mbajtur disa mendime brenda vetes ose ka diçka që duhet ta shprehësh, edhe pse nuk është e lehtë për t'u thënë. Kjo letër të këshillon të mendosh mirë para se të flasësh. Fjalët kanë shumë fuqi. Prandaj zgjidh mënyrën e duhur për të shprehur atë që ndjen. Mos u tërhiq nga frika se mos të ndon dikë, por gjithashtu shmang asprësinë dhe gjykimin. Sot është dita për të vendosur kufijtë e shëndetshëm dhe për të treguar respekt ndaj vetes, ashtu dhe ndaj të tjerëve. Një vej vërtet e thënë me qetësi mund të sjellë më shumë mirë kuptim dhe të zgjidhë një problem që ka zgjatur. Den, kjo letër të thotë të mos harrosh të jesh i sinqert, nuk do të thotë të jesh i ftohtë. Përdor mençurinë e zemrës dhe forcën e mendjes. Një bisedë e vështirë sot mund të hapë rrugën për një marrëdhënie më të fortë në një të ardhme më të qartë. Binjakët. Binjak, letra e tarotit për ju, të dashuruarit. Kjo letër sjell një mesazh të fuqishëm për dashurinë, zgjedhjet dhe lidhjet që kanë rëndësi për ty. Kjo letër nuk flet vetëm për romancë, por edhe për vendime të rëndësishme që kërkojnë të dëgjosh zemrën ashtu si dhe mendjen. Këtë të hënë mund të ndjesh një lloj tundimi ose një dëshire për të eksploruar diçka ndryshe. Edhe nëse je i lumtur në një marrëdhënie, mund të shfaqet një pyetje e vogël brenda teje. A ka diçka më të mirë diku tjetër? Kjo është një mundësi për të reflektuar dhe për të kuptuar vlerën e asaj që ke. Letra të dashuruarit të kujton se dashuria është një zgjedhje që bëhet çdo ditë. Një lidhje e fortë nuk ndërtohet vetëm nga emocionet e momentit, por nga besnikëria, respekti dhe përkushtimi. Nëse je përballë një vendimi, mos u udhëhiq vetëm nga kurioziteti apo dëshira për diçka të re. Mendo për atë që do të sjellë paqe dhe për atë që zgjedhje që nesër nuk do të bëj të pendohesh. Binjak, sot zemra jote të kërkon të jesh i sinqert me veten. Ndonjëherë ajo që kërkojmë larg është pikërisht ajo që kemi pranë. Zgjidh me mençuri, sepse zgjedhjet e bëra me dashuri dhe ndërgjegjje të pastër të çojnë drejt lumturisë së vërtet. Gaforia, letra e tarotit gafore për ju për këtë të hënë, i varuri i përmbysur. Letra e sotme i varuri i përmbysur sjell një mesazh për çlirimin, ndryshimin e këndvështrimit dhe momentin kur duhet të ndalosh së prituri për diçka që po të mban pezull. Në 13 korrik, pra këtë të hënë, mund të kuptosh se ke qenë duke pritur një person, një situatë apo një ndryshim që ende nuk ka ardhur. Ndonjëherë është e bukur të tregosh durinë për njerëzit që do, por kjo letër të pyet: sa po të kushton kjo pritje në jetën tënde? Ndoshta ke shpresuar që dikush të ndryshojë, të marrë një vendim ose të ecë në të njëjtën drejtim me ty, por njeriu i varur i përmbysur të kujton se jo çdo rrugëtim është i përbashkët. Disa etapa të jetës janë krijuar që ti kalosh vetë, jo sepse dikush tjetër nuk ka rëndësi, por sepse cili ka mësimet dhe kohën e tij. Sot është dita për të menduar më shumë për ëndrat e tua. Mos i shtyj planet dhe dëshirat e tua vetëm sepse dikush tjetër nuk është ende gati të ecë përpara. Ti mund të rritesh, të ndryshosh dhe të zhvillohesh pa humbur domosdoshmërisht njerëzit që do. Gafore, mes njerëzve nuk janë gjithmonë pengesa.
Shpesh ato na mësojnë të duam më shumë dhe të kuptojmë më njëri tjetrin. Beso në rrugën tënde dhe mos ke frikë të ecësh përpara. Luani. Letra e sot me Luan për këtë të hënë, 9 shpatat e përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh shërimi, çlirimi dhe një kthes pozitive pas një periudhe të vështirë. Kjo letër tregon se ke kaluar shumë sfida, sidomos në çështjet lidhet me sigurinë, financat ose shqetësimet që të kanë mbajtur zgjuar natën. Këtë të hënë fillon të shohësh se një periudhë e rënduar po mbyllet. Ajo që dikur dukej si një bare e madhe, tani mund të shfaqet si një mësim i rëndësishëm që të ka bërë më të fortë dhe më të pjekur. Ndoshta ke pyetur veten pse duhet të përjetoje disa vështirësi, por kjo letër të kujton se çdo sfidë ka sjellë një mësim. Përmes këtyre përvojave ke mësuar të menaxhosh më mirë jetën tënde, të marrësh vendime më të mençura dhe të vlerësosh më shumë atë që ke. Sot është një ditë për të lënë pas frikën dhe për të mos mbajtur më mbi superpeshën e së kaluarës. Ajo që ka ndodhur të përcakton, ajo të ka përgatitur për një kapitull të ri. Luan, përvoja jote mund të bëhet drita që ndihmon edhe të tjerët. Ajo që ke mësuar gjatë rrugës të jep mundësinë të këshillosh, të frymëzosh dhe të tregosh forcën tënde. Beso se kohët më të mira po afrohen. Virgjëresha, letra e tarotit Virgjëresh për këtë të hënë, 13 korik, 3 kupat. Virgjëresh, letra e sot me 3 kupat sjell një energji të bukur, gëzimi, bashkimi dhe testimi. Kjo letër është një kujtesë se jeta nuk përbën vetëm nga përgjegjësi, punë dhe përpjekje. Ka edhe momente që duhen shijuar dhe ndarë me njerëzit që na duan. Këtë të hënë, zemra jote do të jetë e mbushur me mirënjohje dhe lumturi. Ndoshta ke kaluar një periudhë ku ke luftuar shumë për të arritur aty ku je sot, dhe tani është koha të ndalosh pak dhe të vlerësosh rezultatet e tua. Kjo letër 3 kupat simbolizon miqësinë, lidhjet emocionale dhe gëzimin që vjen kur ndajmë emocionet e bukura me të tjerët. Mos i mbaj vetëm për vete arritjet, emocionet apo lajmet e mira, lejoje veten të festosh dhe të tregosh njerëzve të afërt sa të lumtur të bëjnë disa gjëra në jetën tënde. Kjo letër të kujton gjithashtu se nuk është dobësi të shfaqësh emocionet e tua, ashtu siç ke ndarë me të tjerë shqetësimet dhe sfidat e tua. Tani është momenti të ndash edhe gëzimet. Virgjëresh, sot universi të fton të hapësh zemrën, të qeshesh më shumë dhe të krijosh kujtime të bukura me njerëzit që të sjellin dritë në jetën tënde. Lumturia bëhet edhe më e madhe kur ndahet me të tjerët. Peshorja, letra e tarotit peshore për këtë të hënë, 9 shkopinjt. Kjo letër sjell një mesazh të fuqishëm për forcën, durimin dhe përvojën që ke grumbulluar gjatë rrugëtimit tënd peshore. Ndoshta nuk e kupton gjithmonë sa shumë je rritur, por çdo sfidë që ke kaluar të ka bërë më të fortë dhe më të mençur. Këtë të hënë, kjo letër tregon se mendja jote është më e hapur dhe më e mprehtë se më parë. Ke kaluar situata që të kanë mësuar të shohësh gjërat nga këndvështrime të ndryshme, dhe tani mund të jesh një burim i madh këshillash dhe mbështetjeje për njerëzit rreth teje. Dikush mund të kërkoj mendimin tënd, ndihmën ose një fjalë të urtë prej teje. Përvoja jote mund të jetë pikërisht ajo që i duhet dikujt tjetër për të gjetur drejtimin e duhur. Por letra 9 shkopinjt të kujton gjithashtu rëndësinë e vendosjes së kufive. Nuk e pse të japësh gjithçka nga vetja apo të tregosh çdo gjë për të gjithë. Ruaj energjinë tënde dhe ndaje veten vetëm atë që ndjen se është për tu ndarë. Peshore, sot kujtoje veten, forca jote nuk vjen vetëm nga fakti që ke kaluar vështirësi, por nga mënyra se si ke mësuar prej tyre. Beso në mençurinë tënde, mbro veten dhe përvojën përdore për të sjellë dritë edhe tek të tjerët. Akrepi, letra e tarotit për ju akrep për ditën e hënë, Hierofanti. Është një letër që sjell mesazh për traditat, vlerat, mësimet e së kaluarës dhe lidhjen me rrënjët e tua. Kjo letër simbolizon dinjen që kalon nga një brez në tjetrin, zakonet që na formojnë dhe besimet që ndikojnë mënyrën se si e shohim botën. Këtë të hënë mund të ndihesh më i lidhur me familjen, origjinën ose disa parime që të janë mësuar që në fëmijë ri. Ndoshta disa prej këtyre zakoneve i ke pranuar gjithmonë, ndërsa disa të tjera mund të të duken të vjetra dhe ti mendosh të ndryshosh. Letra e Hierofantit të kujton se nuk e pse të refuzosh gjithçka nga e kaluara për të krijuar rrugën tënde. Edhe nëse zgjedh të ndryshosh disa gjëra, është e rëndësishme të vlerësosh mësimet dhe përvojat që të kanë ndihmuar të bëhesh personi që je sot. Sot mund të reflektosh mbi vlerat që të janë transmetuar nga familja dhe komuniteti yt. Cilat prej tyre të kanë sjellë forcë, cilat të kanë mësuar dashurinë, respektin dhe qëndrueshmërinë. Akrep, e kaluara nuk është diçka që të kufizon, ajo është një pjesë e historisë tënde. Merr me vete ato mësime që të bëjnë më të fortë dhe krijo të ardhmen tënde me mençuri dhe vetdije.
Shigjetar, letra e tarotit për ty, 6 kupat. Është një letër që sjell një energji nostalgjike, kujtimesh të bukura dhe lidhjes nga e kaluara. Kjo letër të fton të rikthehesh për pak tek momentet që të kanë sjell gëzim dhe tek njerëzit që kanë qenë pjesë e historisë tënde. Këtë të hënë mund të ndjesh dëshirën për të kontaktuar një mik të vjetër, një person nga familja ose dikë me të cilin ke ndarë momente të veçanta. Një bisedë thjesht mund të sjellë shumë buzëqeshje, sepse ndonjëherë kujtimet më të bukura janë ato që i kemi harruar dhe i rizbulojmë përmes dikujt tjetër. Letra 6 kupa të kujton se e kaluara nuk është vetëm ajo që ka ikur. Ajo është një burim ngrohtësie dhe mësimesh. Mund të kujtosh se situata në atë kohë dukeshin shumë serioze, por sot të bëjnë të qeshësh dhe të kuptosh se sa shumë ke ndryshuar. Kjo letër sjell gjithashtu një mesazh për të ruajtur anën tënde të pastër dhe spontane. Mos u përqendro gjithmonë vetëm tek përgjegjësitë dhe planet për të ardhmen. Lejoje veten të shijoj momentet e thjeshta dhe lidhjet e sinqerta. Shigjetar, sot, një telefonat, një mesazh apo një takim me dikën nga e kaluara mund të sjellë një ndjenjë të bukur lumturie. Ndonjëherë kujtimet më të vogla mbajnë emocione të mëdha. Bricjapi, letra e tarotit për ju Bricjap, për këtë të hënë Bricjap. 6 shpatat. Kjo letër sjell një mesazh të fuqishëm për shërimin, ndryshimin dhe largimin nga ajo që të ka rënduar për një kohë të gjatë. Kjo letër tregon se je një luftëtar i vërtet, një person me forcë dhe që nduhesh të madhe, edhe kur jeta të ka vendosur përballë sfidave të vështira. Këtë të hënë me 13 korrik, mund të ndjesh se je gati të mbyllësh një kapitull të dhimbshëm të kaluarës. Ndoshta ka një situatë, një kujtim apo një periudhë që të ka lënë gjurmë, por tani vjen momenti për të zgjedhur paqen dhe për të ecur përpara. Bricjap, letra 6 shpatat nuk të kërkon të harrosh atë që ka ndodhur, përkundrazi, të kujton se përvojat e së kaluarës kanë qenë pjesë e rrugëtimit tënd dhe të kanë bërë personin që je sot. Por e kaluara nuk duhet të ketë më fuqinë të përcaktojë të ardhmen tënde. Sot është dita për të lënë pas barrat emocionale dhe për të hapur rrugën drejt një faze më të qetë. Lejoje veten të shërohesh dhe mos ke frikë nga ndryshimet që po vijnë. Bricjap, forca jote nuk matet vetëm nga sa shumë ke duruar, por edhe nga aftësia për të vazhduar përpara. Merr mësimet me vete, por lëre dhimbjen pas. Një kapitull i ri po fillon dhe ti je gati për të. Ujori, letra e tarotit ujor për këtë të hënë për ju, 3 monedat. Kjo letër sjell një mesazh për vivimin, mësimin dhe ndërtimin e diçkaje të rëndësishme për të ardhmen tënde. Kjo letër të kujton se ke shumë ide të vlefshme dhe se është koha të kthesh ato në veprime konkrete. Në 13 korrik, pra ne sot këtë të hënë, mund të ndjesh se ke ngesur në një rutinë ose diçka të ka penguar të ecësh përpara, por letra 3 monedat të tregon se zgjidhja është brenda teje. Aftësitë, kreativiteti dhe dëshira jote për të mësuar mund të hapin dyert të reja. Kjo është një periudhë e mirë për të mësuar një aftësi të re, për të zhvilluar një talent ose për të kërkuar një uri që mund të të ndihmojë në rrugën tënde. Nuk ke nevojë të presësh momentin perfekt. Fillo me hapa të vegjël dhe lejoje veten të përmirësohesh çdo ditë. Letra 3 monedat të këshillon të mos dorëzohesh shpejt. Shpesh rezultatet më të mira vijnë pas përkushtimit dhe praktikës. Ajo që sot duket e vështirë, nëse mund të bëhet nga pikat e tua më të forta. Ujor, beso tek idetë e tua dhe jepi vetes kohën e nevojshme për të zotëruar diçka të re. Me durim, përpjekje dhe besim, mund të krijosh diçka që të sjellë krenari dhe sukses. Dhe mbërritem tek peshqit. Peshq, letra e sotme për ju, e tarotit, mbretëresha e kupave e përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh për lidhjen me emocionet, intuitën dhe anën tënde krijuese. Kjo letër tregon se ndonjëherë mund të ndihesh sikur zëri yt i brendshëm nuk është aq i qartë sa zakonisht, ose sikur frymëzimi yt të është larguar pak. Prandaj këtë të hënë mund të kesh momente ku ndihesh i përqendruar, më pak kreativ, ose sikur po nuk arrin dot të lidhesh me atë që të frymëzon si zakonisht. Mos e shiko këtë si një pengesë. Ndonjëherë mendja dhe zemra ka nevojë për një ndryshim të vogël për t'u rikthyer në ekuilibër. Mbretëresha e kupave e përmbysur të këshillon të mos e detyrosh veten të gjesh menjëherë përgjigje. Në vend të kësaj bëj diçka që të zgjon mendjen dhe shpirtin. Dik pak jashtë, ndrysho rutinën, provo diçka të re ose jepi vetes pak hapësirë për të marrë frymë. Edhe një ndryshim i vogël në ditën tënde mund të sjellë një ndikim të madh. Një shëtitje, një bisedë ndryshe, një aktivitet krijues apo thjesht pak kohë për veten mund të të ndihmojë të lidhesh me intuitën tënde.
Pesh, mos harro se frymëzimi nuk zhduket. Ndonjëherë thjesht ka nevojë për pak qetësi dhe një këndvështrim të ri. Dëgjoj zemrën tënde dhe lejoje kreativitetin të rikthehet natyrshëm. Ky ishte parashikimi i letrave tarot për 12 shenjat e horoskopit për ditën e hënë, 13 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.